Sot një grup biznesmenësh nga shoqata Basam nga Turqia ishin në qytetin e Prizrenit, ku me këtë rast patën në rastin të flasin për mikrofonin e televizionit Besa. Fillimisht ishte deputeti i Parlamentit të Turqisë, tani kryetar shoqatës së Basam, Rifat Said, pasi kjo është hera e 5 që ka ardhur si antar i shoqatës Basam bashkë me afaristët. Dhe ne po mendojmë që t'i bashkofrojmë përveç vllazërisë që kemi një herët, ne duam që të krijojmë afërsi të reja mes Turqisë dhe Kosovës. Besojmë se këtu do të bëjmë investime. Ai ka folur veçanërisht për bukuritë e Prizrenit, si për xhaminë e Sinan Pashës, Shadrvani dhe bukuritë e këtij qyteti. Ai tregoi se është me prejardhje nga Drenica dhe se babai i tij ishte antar i ballit kombëtar dhe ndaj ka migruar në Turqi. Faleminderit televizion Besa. Na po vim gjithë këtu, jo veç Prizren, Kosovë kret, Prishtinë, Gjakova, Gjilan, Ferizaj, me një delegacion jemi, delegacioni ka biznesmenët bashkë me ata, po dojmë punë me boj, eksport, import me Kosovën, me Macedoninë, pse këta fort jonë biznesmenët, po dojnë me punu me Balkanën, jo veç me fëtu pare, po dojmë me fëtu shokat jujt, shqiptarë, po e me mendu me Kosovën, pse Kosova vllazni është me Turqinë, akrabaje me ty, me gjak kemi me ju, për që ta, ele me fëtu pak pare, po ele me fëtu pak njerës, po mërqimin, për që ta këtu jemi, shumë mirë o orëm, këtu biznesmenat me Kosovës, biznesmenat po folin, ele B2B, punë përbojmë, ele njerë po vim inshallah August, kjo 35 herë o bo erëm këtu, shumë mirë po shkon, inshallah për hajrë kjo punat. Unë selam po boj tek Kosovë, unë e më Drenisës, Rifat Saiti, Drenisës, babgjysh jam o konë këtu balist, bali komtar, kjo veni jem, babgjyshit i veni, shumë po dojmë Kosovart, po vim me ju, shumë mirë një veni, Prizreni, këtu Sinan Pasha gjamia, qarshia këtu, uj aty po dalë, kret mirë, ele na jemi, ele ju jeni mirë, ele pak me punë me bo shumë mirë më tëre, faleminderit. Biznesmeni i njohur nga Turqia Mehmet Çakin, ishte kryetari i Bashkisë së Ushakut, prezantoi aktivitetin e kompanisë, e cila prej vitit 2004 është ndër kompanitë lidere në prodhimin e materyaleve kompozite në Turqi. Buradaki hem iş fırsatlarını değerlendirmek için hem de ata topraklarında gönül bağımızı da zenginleştirmek için bugün bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Gerçekten gerek Makedonya'da gerekse Arnavutluk'ta ve bugün de Kosova'da çok önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Çok faydalı görüşmeler gerçekleştirdik. Ai theksoi se kompania operon në një kompleks modern prej 32.500 metra shkatror, ku prodhohen materiale kompozite me performancë të lartë, duke përdorur teknologji të avancuar, laminimi manual dhe mbështjellje me fibra. Sipas Çakin, produkti kryesor i kompanisë është CTP, plastik i përforcuar me fibër qelçi, një material kompozit i njohur për qëndrueshmërinë e lartë mekanike, peshën e ulët dhe rezistencën ndaj korrozionit, i cili përdoret gjerësisht në industri, ndërtim dhe projekte infrastrukturore, dhe pastaj foli edhe për Prizrenin dhe bukuritë e këtij qyteti dhe mikpritjen e bujarin. Sipas afaristit Yasin Tinastep, tha se është aktiv në disa sektor strategjik. Ai drejton markën Charjet, e specializuar në teknologji dhe aksesor mobil, si dhe markën Eorf, e cila operon në fushën e produkteve për mirëmbajtjen e automjeteve. Balkan ülkelerindeki yatırımlar, projelerle ilgili bir geziydi bu. Tabii Türkiye ile Kosova'nın ve Balkan ülkelerinin geçmiş tarihi, kültürel etkileri çok derine dayanıyor. Bunları nasıl devam ettirebiliriz? Ticari ilişkiler kurmak açısından burada yatırım planlaması ve ürün tanıtımlarıyla ilgili görüşmelerimizi yaptık. Çok faydalı bir gezi oldu bizler için.
Njëkohësisht zhvillojmë projekte ndërkombëtare në industrinë e mbrojtjes, eksport dhe zhvillim biznesi, si dhe punojmë në krijimin dhe zhvillimin e markave në sektor të ndryshëm. Kosova e në veçanti Prizreni paraqisin potencial të rëndësishëm për bashkëpunim dhe investime, u shpreh ai, por ai lavdëroi kosovarët dhe afërsinë e tyre që kanë me Turqinë. Këta afarisë tashmë qëllim parsor kanë jo vetëm përfitimet financiare, por edhe krijimin e misive të reja mes Kosovës dhe shteteve të Ballkanit dhe Maqedonisë e të tjera.